Në këtë kuptim avokati I popullit vepron në dimenzionin e mbrojtjes së të drejtave të qytetarëve në lëmin e mbrojtjes shëndetësore. Sfera e antikorrupsionit është sferë e një institucioni tjetër, është fakt se edhe te ne drejtohen, dhe ne të gjitha ato parashkresa dhe ankesa I drejtojnë për kompetencë organit kompetent pra Komisionit për mbrojtje nga për prevencion dhe mbrojtje nga diskriminimi. Brenda këtyre 8 muaj tani më jemi në muajin e 9, kemi pas 8 parashtresa, pra qytetarët kryesisht janë të informuar se institucioni të cilin duhet I drejtohen është Komisioni për Antikorrupsion, por edhe ata që vinë ne I drejtojmë atij. Se përket problemit, pjesës së dytë të problemit, por ne kemi ngrit disa iniciativa dhe jam I detyruar që të them se nuk jemi të kënaqur me bashkëpunimin me Ministrinë e Shëndetësisë. Shpresoj që Ministri aktual ka filluar të jep një impuls të ri në këtë drejtim dhe pres që t'i mbajë premtimet edhe ora që nga emimi I tij. Dhe ne kemi pas iniciativë për ngritjen e çështjes së zgjerimit të listës pozitive të barnave, të cilat nuk janë azhuruar 10 vite të tëra. Ndërkohë kanë dalë medikamente dhe barna të cilat janë shumë fish më efikase se ata ekzistues, ndërsa qytetarët detyrohen që t'i paguajnë. Pra duhet një rifreskim I kësaj liste. Përgjigjja e ministrit është se plotësisht është dakord me ne dhe se të njëjtën do t'ja dërgoj komisionit përkatës, sepse ekziston komision një posaçëm për këtë, por vizën kryesore duhet ta jep qeveria, sepse implikimet financiare shkojnë përmes buxhetit dhe fondit për sigurim shëndetësor. Kemi pas po ashtu iniciativë për personat me sëmundje të rralla, të cilët po ashtu nuk kanë qasje deri te institucionet dhe sidomos te barnat për trajtimin e të njëjtave. Është mediatikisht I eksploatuar rasti I furnizimit me barin Trikafta, I cili ishte tërësisht I pakafshëm dhe si rezultat I asaj madje kishim edhe një viktim. Ne në këtë rast që konstatuam shkelje të rëndë të drejtave në lëmin shëndetësore të qytetarëve dhe se për këtë pushteti është përgjegjës, respektivisht shteti nuk ka mundësuar rimburshimin me kohë me këto ilaçe për personat me raste të tilla. Rasti I onkologjisë është rast edhe më dramatik dhe unë shpresoj që ai rast do të merret epilog gjyqësor, por sido që të jetë ne e përcjellim në kuptim të mbrojtjes së lirive dhe drejtave të qytetarëve. Ne kemi pasur ankesë në këtë drejtim dhe atë kemi në përpunim sipër, por po them shumica e këtyre dhe rasteve të ngjashme në sferën e shëndetësisë janë të një periudhe që nuk lidhet me ministrin aktual, por përshtypja ime mos jetë edhe saktë, më duket se përkundër përpjekjeve të tilla rezultatet e ndërmungojnë. Do thotë e humb hapin me problemet me të cilat ballafaqohen.